Pra të gjithë duan të marrin pjesë tek ajo gjëja dhe gjithë bëjnë sikur s'flasin, sikur se dinë se duan të kenë këto lloj privilegjesh që mund të jenë pastaj çështje të tjera biznes, ekonomi, pushtet, konflikte, situata për të mbrojtur njëri tjetrin dhe pastaj këtu kalojmë tek pika tjetër që pse u bën gjithë këta dhe nuk folën, se tani që unë të vënë dyshim që të gjithë edhe ata që ndoshta nuk vepruan por e ditën, sepse këtu ka njerëz të tjerë që e kanë ditur, edhe media e ka ditur, pra shumë kanë heshtur për arsye të frikës nga pushteti, për arsye të faktit që kanë marrë ndonjë favor diku tjetër, por ndërkohë edhe frikë se vajza ishte denuncoi Virginia Gjyfre. Ndoshta mund ajo vrau vetëm më pas, pra me vetë personit dhe vetë faktit të shijeve të tyre format e varësisë ndaj këtij krimi, në këndvështrimin tim, krimi shtetëror. Pra, sepse është mos funksionimi i mekanizmave të kontrollit të shtetit mbi këta që janë pushtetar, ka bërë që ai kishte ishull privat, ai ishte thuajse në një parajsë vetëm, në shtet privat, i përket kësaj shoqërie dhe kësaj me vullnetin e këtyre, disa rregulla dhe kemi vendosur që po themi disa gjëra janë të ligjshme, pastaj kemi disa gjëra që janë të moralshme, pastaj kemi disa gjëra që janë të pranueshme për të bashkëjetuar me njëri tjetrin. Tani në këto shkelje që këta bëjnë gradualisht, këta harrojnë çfarë është e moralshme. Pra do të thënë se shtyje pragu. Harrojnë apo thonë ja lejojnë vetes momenti që tolerohet një e vogël, momenti që tolerohet një dytë e vogël, ti pastaj shkëputesh nga realiteti, empatin kryesisht këta e humbin, sepse shkëputen nga realiteti, pra nuk dinë më çfarë është vuajtja, nuk dinë më çfarë është ai personi në hall dhe janë në këtë botën surreale, ku pastaj sigurisht nëse duan ta lidhin pastaj në aspektin psikologjik, se unë do doja që të bënim një analizë edhe social-politike, po dhe psikologjike, deviancat e tyre kthehen të justifikuara, se ne jemi të veçantët, ne jemi të mirët, ne jemi ata që han bukë ndryshe. Okej, kjo është një anë, po mendoj që mund të jetë edhe një fazë shkarkimi apo një fazë kënaqësie që ato kanë. Mund të jetë një fazë, mund të jetë. Devianca është çështje tjetër, por duke kaluar siç e përmend edhe ti që kalon të parën, kalon të dytën dhe pastaj nuk mendon më shumë. Atë, po pikërisht atëre sepse në diçka shkarkuese për të, domethënë, si shkarkojmë neve nga energjitë që mbledh. Ajo është diçka shkarkuese. Vetëm kam një pyetje. Filmi i famshëm Eyes Wide Shut, po. Dhe ideja është që në përgjithësi, edhe qarqet politike më të famshme në botë, po edhe ajo se si ne kemi perceptuar këto njerëzit që sundojnë botën, pra ka qenë ky misteri, gjithmonë janë lidhur me pedofilinë. Pra ato që përmenda këto teoritë konspirative. Duket gati si konspiracion. Po ti kur shef të dosje pastaj to. Kur shem të dosje por vërtet mund të ketë masoneria, iluminati etj. Mos e harroni këtë gjë. Konspiracioni vetvete është aludim hipotetik vetëm ka një gjë Artur, duhet thënë, nëse më lejon Arsela. Se po flasim për Eyes Wide Shut, është një super film. Pra, ndoshta është realizim. Gati të fut në mes realitetit dhe iluzionit. Kurse kjo që kemi parë është super e shëmtuar. Është super kafshëri. Pra, domethënë është super e shëmtuar. Shikosh ato fotot, domethënë e personit që ishte i 4 apo i 5 në linjën për të bërë mbretërisë së bashkuar, që është patyshim ndoshta nuk është më e vjetra, po është etaloni i mbretërive moderne dhe sot, është aty nuk flitet më për teori konspirative, nuk flitet për njerëz që vendosin për fatet e botës. Tu thjesht flitet për një lloj perversiteti të kthyer në ligj. Se kjo është gjëja që unë nuk kuptoj. Ata janë njerëz kaq të pasur, saqë mund t'i lejojnë vetes gjithçka brenda mureve. Një sekondë, vetëm ta mbaroj, se e ke këtë Artur, ta mbaroj. Ideja është ti je kaq i pasur, Bill Gates është miliarder. Vetëm temi bamirësi, unë isha tani në samitin e Doha, sa i bërë një bamirësi 1.8 miliard dollar për shkollat, për shkolla e bërë. Tani edhe për shkolla dhe për klinika. Kur ti ke këtë lloj luksi, pse duhet shkosh ti mund ta bësh brenda mureve të shtëpisë tënde, brenda mureve të avionit tënd, brenda mureve të vilës tënde, të ishullit tënd. Ke Richard Branson që ka dhe ishulleve të privat. Hapin e parë komuniteti, ta bësh të në komunitet, pastaj mjafton që të kaloj hapi i parë dhe i dytë. Kjo pastaj është diçka tjetër, nuk e gjetë shpjegimin. Unë mendoj që nuk është vetëm psikologjike, unë mendoj që kjo lidhet me tolerancën edhe me mënyrën se si drejtësia dhe të futemi pak në politikë, që në vitin 2008 ka patur një padi ndaj
po themi, këti individi që ne komunikojnë, Epstein, dhe ka patur një tolerancë, pra është toleruar nga organet e drejtësisë dhe është bërë një sy qorë një farë mënyre, për shkak të influencës që ka patur. Dhe pastaj në 2019, kur ishte edhe momenti i arrestimit, u akuzua për pjesën e pedofilisë dhe të abuzimit seksual me të mitur. Dhe këtu pastaj ishte momenti kur dhe do vendosim pikpyetje më në madhe, a ishte realisht që ky u vetvra apo e vran. Pra, gjithë ky misteri madh dhe gjithë ky akumulim informacioni që kemi të këtyre individëve të pushtetshëm në këto dosje, na çon neve tek pikpyetja e madhe që a ka patur njerëz që kanë paguar për ta hequr emrin nga dosjet, a ka patur njerëz që kanë paguar për të futur emrin e kundërshtarit të vet në këto dosje. Është informacion ky. Vetëm mos e ngatrojmë. E kemi një material kur 2 javë para sa i vriste veten, Jeffrey Epstein ka kërkuar të ciceroj, të bashkëpunojë. Nëse regjia ka gati, mund ta shikojmë të material. Pra, faktin që 2 javë para sa i të vriste veten, pra pasi ishte dënuar që shkuar në burgun e New Yorkut, pasi kishte tentuar, kishte tentuar një herë Spaku ta vriste veten, ai ka vendosur të bashkëpunojë. 2 javë përpara, ndjekë materiale. Disa dokumentet sapo publikuara nga FBI amerikane kanë treguar se Jeffrey Epstein, financieri i njohur për skandalet e trafikimit seksual të të miturve, kishte qenë në bisedime për të bashkëpunuar me prokurorët federal vetëm 2 javë përpara se të vetvritej në qelinë e tij në Manhattan. Regjistrat e FBI-s tregojnë se në 29 korrik të vitit 2019, prokurorët federal ishin takuar me avokatët e Epstein, ku kishin diskutuar në terma të përgjithshëm mundësinë e zgjidhjes së çështjes nëpërmjet bashkëpunimit të akuzuarve me drejtësinë. Epstein, 66 vjeç, i cili kishte marrëdhënie të ngushta me lider botror, miliarder dhe yje të Hollywoodit, vrau veten 2 javë më vonë ndërsa priste gjykimin për këtë çështje të rëndësishme penale. Të tjera dokumentet të FBI-s tregojnë se në takimin mes avokatëve të Epstein dhe prokurorëve federal nuk pati ndonjë propozim nga ekipi ligjor i 66 vjeçarit se çfarë bashkëpunimi mund t'i ofronin ata autoriteteve apo të garantonin se një bashkëpunim i tillë mund të arrijej. Dokumentet tregojnë se avokatët e mbrojtjes së Epstein ishin njoftuar se nëse do kërkonin bashkëpunim me autoritetet, duhet të kontaktonin prokurorinë e distriktit jugor të New Yorkut, ku autoritetet prisnin që Epstein të pranonte fajsinë e tij dhe të zbulonte emrat me të cilët kishte patur bashkëpunim në trafikimin seksual të vajzave të mitura. Dokumentet e FBI-s kanë treguar se 4 ish-punonjës të Epstein kishin arritur një marrëveshje për të bashkëpunuar me prokurorët federal dhe në këmbim do përfitonin shmangje nga ndjekja penale, por dokumentet e publikuara nga Departamenti Amerikan i Drejtësisë nuk solli identifikim të tyre apo nëse ishin akuzuar ndonjëherë. Departamenti Amerikan i Drejtësisë publikoi të premten e kaluar 3.5 milion dokumente hetimore, duke përfshirë edhe pamje si foto e video, ku tregohej rrjeti i trafikimit seksual të Epstein, që përfshinte vajza të mitura si edhe përmendeshin emrat e 10 zyrtarëve të lartë, duke përfshirë krerë shtetesh, diplomat, yje të Hollywoodit apo edhe figura nga familja mbretërore. Nura, dalim tek kjo, që pastaj kjo e sigurisht kjo e komplikon, pastaj situatën se e fut në terma të tjera. Po futëm në analizat psikologjike, sigurisht që do hymë shumë thellë dhe nuk do dalim në konkluzionin paktën gjeopolitik të gjës, që për mua shumë i rëndësishëm. Qoftë do i referohemi gjitha praktikave ndërkombëtare dhe faktit që minorelët janë, po themi, viktimat e kësaj situate, në të gjitha analizat paktën e italisht janë bërë për këtë ndodhi, janë lidhen në faktin e sistemit të vjetër sovjetik, që nga periudha e Leninit, periudha e Stalinit, edhe periudha e sotme e Putinit. Ato kanë funksionuar gjithmonë me sistemin e spioneve femra të bukur. Është filmi i famshëm. Është dhe filmi i famshëm, por kjo është që po themu në histori përveç se... Jo, po është filmi është bazuar në histori reale. Red Sparrow. Çfarë do sugjeroje unë edhe për bërë analizën e duhur dhe nga ana psikologjike. Pse ju duket rastësi kjo fakti që, sepse nëse do kishim viktima të rritura, në një farë mënyrë nuk do të kishim këtë sensibilitet. Po, do të jetë për prostitucion. Janë të pjekura, do të kishim prostitucion, pra nuk do të kishim kriminalon. I gjithë mekanizmi është, ju duket rastësi që janë filmuar të gjitha, ju duket rastësi që ne shohim sot, në një moment kaq delikat gjeopolitik,
për perëndimin në veçanti, kur them perëndimin që jemi dhe ne pjesë, sepse tashmë bota nuk po konsiderohet në variantin perëndim lindje, po konsiderohet në variantin peri-jug, ku BRICS-i, Kina, Rusia, mua më pëlqen ta them Bashkimi Sovjetik, sepse drejta saj rrugë ka marrë dhe po punohet qytetariet. Himnin e kthyen, kështu që në rregull janë. Drejta